Ullu. Biseda do t'jetë e gjatë. Unë kam shumë gjëra për të thënë. Ti nuk më kupton. E unë nuk do të kisha kuptuar gjërë sonte. Jo, mos më ndërpre. Vetëm dëgjoj ato që do të them unë. Tani që po rrim kështu, a nuk të habit një gjë? Ne kemi 8 vjetë që jemi martuar. A nuk habitesh që ne të dy, unë dhe ti, burrë dhe grua, po bisedojmë seriozisht me njëri tjetrin, vetëm sonte për herë të parë. Plot 8 vjetë me radhë. Do të dhe më shumë akoma. Që prej ditës që jemi njohur, ne të dy kur nuk kemi thënë mes nesh në një fjalë serioze, rreth në një çështje serioze. Dhe këtu nuk e kam fjalën për të lashet e zyrës. Unë dua të them se ne të dy kur nuk kemi biseduar mes nesh seriozisht për ndonjë send. Nuk jemi përpjekur ndonjëherë për të gjykuar bashkarisht për ndonjë problem, të trajtojmë diçka serioze. Ti nuk më ke kuptuar kur, Torvald. Mua më është bërë një padrejtësi e madhe, Torvald. Më parë nga i mat, pastaj nga ti.